Kanë kaluar vetëm një javë nga tragedia në Restelic dhe Amsera, vajza e vetme që i mbjetoi rrëshqitjes së borës, duket se ka marrë veten. Ajo po kalon disa ditë me dajen e saj në qytetin e Prizrenit, derisa rreth kujdestarisë së saj nuk është vendosur. Përveç familjarëve, Amsera pothuaj çdo ditë ka në vizitë shpëtimtarët e saj, ata të cilët e nxorën nga bora ku qëndroi për më shumë se 12 orë. Pjesëtari i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Hadis Berisha, teksa rrëfen disa momente të shpëtimit, thot se ndihet krenar që arriti të shpëtojë jetën e Amserës, pavarësisht nga kushtet e vështira atmosferike. Gjatë punimit është dyshu që është ndëgju zëri pikërisht i Amserës. Atëherë unë kam kërku që të ndërpriten fshatarët gjatë kërkimit, sepse në kësi rastësh duhet ditë edhe si të kërkohet. Tu i shpresu që është gjallë personin mrena. Gjatë kërkimit arritëm hasëm në Amserën, fatmirësisht, dhe ishte gjallë Amsera, kanë qenë, do më thonë, në gjumë. Kanë qenë në gjumë, e shtrime, poron të halës vetë, ka dashtë zoti me shpëtu, halla vetë ka qenë e vdekun, kurse Amsera është gjallë. Amserës duket se tani për tani i mjafton dashuria që i ofrojnë të afërmit. Prej një jave, ajo nuk ka kërkuar fare nënën apo babajnë e saj, si çdo të bënte çdo fëmijë kësaj moshe. Dhe kjo duket se vjen edhe fal besimit që familja Reka i takon. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Në vend të kujtimeve që vetëm sa do ta mërzisnin, Amsera ka nisur të zhvillojë hobin e saj, që duket se do ta çojë drejt një të ardhme të ndritur. Në disa fletë të bardha, ajo çdo ditë shfaq talentin në pikturë. 1, 2, 3, 4. Amsera i takon komunitetit Pakic Goran. Pak fjali di në gjuhën shqipe, ndërsa nuk e ka problem italishte në shumë më rrjedhshëm e flet gjuhën bosnjake. Familjarët kanë refuzuar çdo kërkesë nga shtetet fqinje, si Serbia apo Maqedonia, për të marrë kujdestarinë e vajzës. Amsera Reka është shtetnorja e Republikës Kosovës, është e lindur në Dragash. Për këto çështje më tepër nuk muj me të thonë kurrë. Në aksionin e kërkim shpëtimit për 10 viktimat e Restelicës, shteti i Kosovës nuk ishte koordinuar edhe aq mirë. Forcat ndihmëse u bllokuan gjatë rrugës pasi policia e Kosovës nuk u përkujdes sa duhet për t'i ndaluar automjetet civile të cilat shkonin drejt Restelicës. Njësitet e Forcës së Sigurisë së Kosovës arritën në vendin e ngjarjes tek pas orës 16. Kjo edhe për shkak të dështimit të KFOR-it për t'i quar me helikopter pjesëtarët e FSK-s. Por mundësit për të shpëtuar jetë të tjera nuk ekzistonin, ndërka që pjesëtarët e FSK-s i kthehen sërish rrëfimit për Amserën. Unë kom intervenue i pari, ku e kom kap një qop drase me beton, edhe e kom tërheq me durt për pjet, edhe i kem zbulue 3 trupa, kurse në mesin e tyre ishte edhe një vajzë e mbijetume. Kom ndi vehtën shumë të lumtur dhe krenar që po të rast me grupin me pjesëtarë të kërkim shpëtimit të shpëtojmë një jetë. Reagimet e vajzës ka qenë e ka lëviz kryt, na ka shiqu neve në farë mënyre, muj me thonë me buzëqeshje, ka qenë shumë e gëzume që e po dritën edhe një herë pas 10 orëve në borë. Në një thellësi prej rrëth 15 metra dhe 20 metra thellësia borës, ka qenë me mbeturina të betonit, me mbeturina të ndryshme të kulmit. Me njëherë pas kësaj fatkeqësie natyrore, e cila mori 10 jetë njerëzish, nuk munguan vështrimet analitike të nxitura nga fakti që familja Reka i takon komunitetit Pakic Goran.
Kombi nga njëherë mbajnë bashk e bëjnë komunitet solidar edhe ngjarjet si kjo e Restelicës, shkruan gazetari Enver Robelli. Përtej fatkeqësisë natyrore, në këtë ngjarje sipas tij ka edhe diçka tjetër, e që është shenjë e kohezionit në krijim e sipër për kombin kosovar. Një kombi qytetarëve të barabartë para ligjit. Solidariteti i shumicës së qytetarëve të Kosovës, e cila është shqiptare, kësaj radhe i kushtohet pjesëtarëve të një komuniteti pakic, goranëve të Restelicës.